Të jetosh mbi 2 dekada e gjysmë pa ndryshim publik është sfidë me të cilën përballen rreth 60 familje në rrugën Martirët Dinaj. Banorët thonë se mungesa e ndriçimit vështirëson lëvizjen gjatë orëve të mbrëmjes. Njëri prej tyre, prapa kamerës, tregon se shpesh detyrohet të dalë në hyrje të lagjes me dridore për t'i pritur fëmijët e tij kur kthehen në shtëpi. Përveç mungesës së ndriçimit, banorët shprehin shqetësim edhe për gjendjen e disa shtyllave elektrike, të cilat janë të dëmtuara edhe të vjetra, pasi disa prej tyre janë ende prej druri. Ata thonë se gjatë këtyre viteve kanë adresuar vazhdimisht kërkesat e tyre për zgjidhjen e këtij problemi, por deri më tani nuk kanë marrë një përgjigje konkrete nga institucionet përgjegjëse. E për shkak të kësaj neglizhence institucionale, komuniteti i kësaj zone pa në televizionin syri si mundësinë e vetme që zëri i tyre të dëgjohet dhe për të kërkuar zgjidhje, në mënyrë që kjo lagje të mos vazhdojë të mbetet akoma në harres. Redaksia Mediumit ton e ka adresuar këtë problem në zyrën për informim në komunën e Gjakovës, për të kuptuar nëse është planifikuar ndonjë zgjidhje për ndriçimin e kësaj rruge, por deri në përgatitje të këtij materiali nuk kemi marrë përgjigje.